tutje. Të nderuara deputetë dhe deputet, më 15 prill 2025, për shkak të një aktit pa precedent, përmes të cilit deputetët nuk e miratuan, nuk e votuan raportin e komisionit, si drejtues i seancës konstitutive, jam detyruar që me një letër t'i drejtohem presidentes Republikës, zogjës Vjosa Osmani. Letra që na ka ardhur ka dhënë sqarime në një aspekt, por nuk ka dhënë një zgjidhje përfundimtare. Ajo kërkon nga ne deputetët që të gjejmë vullnet, forcë dhe mirëkuptim që të kalojmë, mos ta bllokojmë, ta zhbllokojmë situatën në kuvent. Për këtë arsye kam nevojë që së bashku të thras përfaqësuesit e partive politike në një sallë që duhet më siguroj sekretari, që të konsultohemi se si do të vazhdojmë tutje. I ftoj përfaqësuesit e partive politike që të dalim në një sallë dhe të konsultohemi para që mos bëjmë ndonjë shkelje procedurale, ligjore ose kushtetuese. Unë ndij më se të nevojshme këtë gjë. Përfaqësuesit e partive politike, jo komisionin. Ata që e caktojnë komisionin, pastaj shohim se ç'është po procedojmë me komisionin. Po që ata që janë përfaqësues subjekteve politike, le të vinë konsult. Urdhëre? Është duke konsultuar me sekretarinë dhe me shefët e grupeve parlamentare, kam përshtypjen me zë. Pra, udhëheqësi i mund të takohemi në sallën 90 që të konsultohemi se si procedojmë tutje. Ka kërkuar që kryesuesi të seancës, gjithsesi ai si deputeti më në moshë dhe deputetja më e re Sala Jashari me antarët e komisionit të takohen në një sallë të veçantë për të u konsultuar. Kjo është pauzë para se të filloj. Duket e qëllimshme kjo zvarritje. Ky konsult ka mundur të ndodh që nga orët e hershme të mëngjesit, duket definitivisht kështu pauzë e qëllimshme e zvarritjes së më tutjeshme të Sa do t'jetë kjo një pauzë e re 48 orëshe e zbuluar për një çështje krejtësisht procedurale. A do të kërkojnë tash kryesuesi i kuvendit që të shkohet në 48 orë pauzë për të konsultuar se si do të vazhdohet me raportin e verifikimit mandateve? Edhe kjo mund të bëhet dhe askush nuk mund ta quaj shkelje të themi ligjore, sepse askund në ligj nuk shkruan. Natyrisht logjika e thotë që
Asnjëri thonë nuk do duhet të ndodhte një gjë e tillë.